Në një intervistë të tij para zgjedhjeve të 11 majit, Edi Rama I pyetur se pse kishte thënë se telefonin e tij nuk e marrin dot ata të SPAK-ut, ju përgjigji qet. Nuk është kështu, tha kryeministri, duke shpjeguar me detaje se nuk është e thjeshtë kjo punë, sepse tha ai nëse do të ketë një kërkesë për të hetuar telefonin, prokurori do duhet vit kërkoj leje në parlament. Ishte e çuditshme të shikosh një kryeministër duke bërë karamuçon apo ndonjë ekspert juridik që shfaqet në emisionet politike televizive dhe tregon hapat që duhet marrë SPAK për të hetuar thellë një qytetar, deputet, ministër apo kryeministër. Ajo intervistë e Edi Ramës ishte në të vërtetë thelbi I hapit të parë të asaj që konsiderohet si rezistenca mazhorancës ndaj SPAK-ut, e cila u paq në rastin e arrestimit të Erion Veliajt, të cilin Babloku, duke I hapur që e kishte shitur, por I bëri të ditur Altin Dumanit dhe prokurorit të SPAK-ut që rri larg nga telefoni. E gjitha kjo ishte një mesazh I koduar që u pa shumë shpejt edhe në zgjedhjet e 11 majit, si edhe në lëvizje të tjera. Në ditën e dytë të numërimit të votave, kur u vërejt që fitoria e PS-s ishte aq e thellë sa kishte arritur kufirin e majorancës së cilësuar për të ndryshuar ligjet kushtetuese, shpërthyen ethet e emrave të deputetëve më të votuar. I pari më I votuari ishte Blendi Goxha, I cili kishte marrë vota jo vetëm në zonën e kombinatit, por në të gjitha njësitë e qarkut të Tiranës, ku kishte shpërndar të gjithë stafin e tij të vjetër të ndërmarrjes patentave dhe kolaudimit të makinave dhe aradhën e kontrollorëve. Më pas Saramila në Elbasan, për cilën vetë Sali Berisha e akuzoi se është ndihmuar nga grupi Suel Çelës. Nuk do të mungonte tashmë I përhershmi Orlando, djali I Qifes dhe më pas Erion Braçe dhe Fatmir Xhafaj. Lufta deri në finish e bashkëfshatarit Xhemal Ngasureli, me të cilin Babloku bëri selfie nga katuni ynë si një sinjal mbështetjeje, por që profesionistët patronazhist e panë më shumë si merre me long se mishi Umaru, e papritur ditën e dytë doli një emër tjetër, që nuk ja kishte marrë mendja shumë vetëve, jo thjesht në media, pasi tashmë nuk është se vret mendjen kush, por as në celulat e PS-s. Olta Xhaçka, e cila u duk se ishte vënë për të djegur në listat për deputete, arriti të marrë votat për të dalë mbi ujë dhe sipas llogaritjeve të fundit ja doli. Po si arriti t'ja dalë personazhi më I akuzuar, ndaj të cilës ka edhe një çështje në hetim nga SPAK, e që muaj më parë pa ju dridhur qerpiku, tha se te resorti kemi vendosur mure që të mos na vinë ata nga mali. Ja doli si pasojë e fuqisë së saj empatike në PS, në njësin 2 ku ajo kandidoi për deputete, kishte të paktën 2 kandidat më me përvojë në atë territor edhe me lidhje më të fortë. Ishte familjari I saj Erben Plumbi, përkatësisht kushëri, si dhe Florian Pullazi, që I përket një familje të njohur të zonës, I cili ka siguruar vota edhe kur ka qenë me PD-s-n e Milos para 20 vitesh, ndërkohë që ka qenë një fuqi e konsiderueshme për PS në çdo zgjedhje. Apo e ndihmoi Ertan Gaçi, I shoqi, I cili në zgjedhjet e 2021-shit e bëri çorapa stirin e Kasharin duke marrë rezultatin më të keq në histori. Faktet flasin ndryshe. Për Xhaçkën kanë lëbuar të gjitha strukturat e PS-s që vareshin nga kreu politik I Tiranës Ogerta Manastirliu, e cila është edhe ministre e arsimit që automatikisht ka vënë në funksion të gjitha strukturat gjigande të saj nëpërmjet mësuesve, menaxherëve, edukatorëve apo edhe personelit ndihmës. Ogerta vet kurrë nuk ka pasur as shoqëria as ndonjë marrëdhënie me Oltën, kështu që vjen natyrshëm hipoteza e urdhrit nga lart. E gjithë kjo mbështetje e fortë është urdhëruar nga Edi Rama. Ka qenë pikërisht orientimi I tij që ka sjellë në shumicën e rasteve fitoren e deputetëve në listën e hapur. Orientimi për Xhaçkën duket ka pikërisht logjikën e asaj që ka thënë në sulmin ndaj SPAK-ut, mjaft më tek nahia ime. Lelierin u dha me dëshirë. Madje duke I lënë të bëjnë çfarë të duan me të edhe duke e linçuar, ndihmuar nga Babloku që e ka çmenduar tër klanin e Veliajt në Bashki e Partinë e Tiranës duke vënë tarafin e tij personal. Synimi është I qartë për të mos e lënë SPAK-un që të përgjojë, kontrolloj banesat apo mjediset e deputetes Xhaçka vetëm nëse këtë leje jep kuvendi. Sipas kushtetutës, deputeti është I tillë deri në verifikimin e mandateve të parlamentit të ri që nis në shtator. Me një fjalë, SPAK nuk do të mundet kryejë ndonjë veprim para prak pa leje, siç bëri me Ilir Metën dhe Erion Veliajt, të cilët duke mos qenë as deputete as ministra nuk kërkohej leje për arrest. Dhe Xhaçka nuk është e vetmja nga deputetët e PS-s që kanë denoncime në SPAK apo dyshime për abuzime.